Së bashku me 5 djemtë e tij kujdeset për një tufë të madhe delësh në vracë të vogël në malsinë e Vrapçishtit, por përveç produkteve të tjera të Bylmetit, specialiteti i tij është djathi i fortë i delës, të cilin çdo të njëjte e sjell për shitje në Tetov, tek rruga e butiqeve. Xhemali Nuhiu thotë se përgatitja e këtij djathi bëhet sipas një tradite të trashëguar brez pas brezi, pa aditiv apo përbërës artificial, duke ruajtur shijen autentike dhe cilësinë 100% bio. Ky është djath i fortë, djath delje. Ky punohet me shtajpme. Nxohet isë si i bardhi, mbrapa e shtajpi me qesë më të hire. E mas andi, e piqet një javë ditë, mas një javës e bina e shesëm, e në kësho me pret, një sabah e bërë me krejp, sabah e bërë shlajnë, e fetër shlajnë, që të më një shlajnë, edhe një djafën e të hash. Kjo është me 30 kingji bëhet. Kjo është pasër, i delës me 30 kingji bëhet. A ka që i bujnë me prashak, e është me 30 pidjeri. Ama në ato këtë potrebi, ne me 30 kingji bëhet. Megjithse ky produkt vazhdon të vlerësohet nga konsumatorët besnik, ai thotë se interesimi për djathin e fortë të delës ka rënë krahasuar me vitet e kaluara. Sipas Xhemali Nuhiut, dikur kërkesa ishte aq e madhe se nuk arrinin të plotësonin nevojat e tregut, ndërsa sot shitja është dukshëm më e ngadalt. Ka pas shumë përpara me shtejë ndalshëm. Që shtejë ndal, a pse ka shku gurbet, a nuk e ha, se atë pjesët ka vdik. Këto të rejë se mundin me ha. Ma do, për para reselica bishin Vrapçisht me tona. Sa një lonëshin. A se sa unë kom vetë, Vrapçisht, sa në shesë. Ka një gjatë, ja ka vdek pleqet, ja trejt nuk i bijën fort. Sa shkon kile e këti djathit për? Jo shkon, që si njët që i bën, shkon 14 janë. Ka që i jenë të përzeje që i bijën, a që i dikton, nuk ka merë, ato e shesën e bavë lehin, dime dhe të gjipës. Gjathin e djelës që që 14-15. Kur vajnë mishteri që kanë marë për hetë që im dhejit, i shetë më rihetë. Ama kur s'ka, dhe s'kim pra. Zdo të inte vim, ama ditët e inte qera ditë këta s'ka njërës hiqë, se shetë kur gjo hiqë. Djathi i fortë i delës mund të gjendet të çdo të jetë tek rruga e butiqeve në Tetov. Shitësit thonë se e kanë zgjedhur pikërisht këtë ditë pasi që është dita me frekuentim më të madh të qytetarëve, ndërsa gjatë ditëve të tjera lëvizja e blerësve është dukshëm më e vogël.